Unë Alburti, unë jem mos asmojli. Ajo kur morën për shtetë mos mundë. Ti mos asmojli kur të vjen akuzat... Cila akuz? Akuza për... Jo bre burri dhe më skigojli se një, ato janë një burri një krejt. Një gëshëm i 5 më dollë. Unë jam aj se kum zgjedhëve jo së asmonin. Kër e ngeshin zhakli dhe keja qëtë si përqavre qëtën. Ta shti traltoja dhe mu po kështë zjam. O atë kum po unë presidente. Unë të kumë po presidente, me familje, me kajtë kumë përkra. I nga tratoj. Pse, më se tratut, jo? Nga tratoj njeve. Jo nga tratoj. Se lujë në shtrigave lujti. Mas pojë, mos asmojnë në duh me dekuru, me menu e presidentja, se jam nishi. Se e kom lonë familjen, i kom lonë rrugë, i kom qitë. I kom lonë thminë pa babë. I kom qitë bizneset. E ajo s'ka po ku gjo, vish ka vjellë, ku gjo. Janë gjo posëninë soj, janë gjo burën, janë gjo kretë. Te ke funit nga mos u ka manimu për karakter njëzve. Të një po thu pse ka shajt, po a di mërde i një po të patërushëm, patëllerushëm, i një po luft mi shpall juve. Mua? Po dhe ty, televizionet e kejt. I një po kejt patërushëm, edhe profin e. Po, e për Peshkopin, s'ka me ndonë? Që ma kë Peshkopin një ishke i një kej bëni. Nëse këj në rënë, nëse ti sot bashkë të dërshë, unë jemi dyti. Jo, nuk bo. E, vëllaj ka po, bra. Peshkop, që ka me ndoni për Musa Smojlin? Gjdo respekt për ortodoksi shqiptar. Kemi pasur një emision para disa kohësh bashkë. Edhe kemi dalë një foto edhe i kërkova leje për snajperin që ose mund ta mbaja për një foto. Dhe kur shikoj të nesërmen, ajo fotoja ime kështë marrë dhenë në për portalet serbe. E vërtet? Prifti nacionalist që kërkon të vrasi serbët. Ndërko që unë s'kisha përmënd kur as vrasja... E që kohaj patriarkë profili se e ka regjia dhe një video më duket se ja këm dërgu. E ka një video, a është patriarkë profili? I Serbis. Po. Srbija pridaje veliki značaj zaštiti svog kulturnog i verskog nasleđa na Kosovu. Postupci povezani sa Nikolom Đufkom izazvali su zabrinutost i treba da se rešavaju mirno i u skladu sa zakonom. Profesor? Që thotë? A tha, kjo Nikola Gjufka ka shkaktue një brengosje shumë të madhe për vendin tonë dhe kjo çështje duhet të zgjidhet në konform ligjit edhe në mënyrë paqësore. Thjesht, e vërëzoj atë që unë e thash në fillim që konsiderojnë se rrezik, do më thonë, sepse ata presin që në mos në një talme, do më thonë, po dhe hiq edhe nëse nuk ndodh kurrë që me marrë në kisha në manastir, po vetë faktin që Kosova ka kishën e vetë autoqefale, ajo tregon që Kosova nuk është Serbi. Ja, vërtet. Ja, do më thonë se Kosovë është Kosovë. Edhe kjo godet, kjo vret. Prandaj edhe unë prapë shfrytëzoj rastin me apelu tek kryeministrit, tek presidentja, edhe tek liderët e tjerë fetar, me pas të parasysh edhe me dhonë vendin meritor kishës autoqefale shqiptar. Dikur kjo kishë ka mu njoft, edhe për kishav tjera, madje dikur ka më njoft edhe për kishë sërbe, që tash duket e pa imagjinueshme, por do tjetë si që ka ardhë kisha Macedone që u njoft më në fund për kishë sërbe që su njoft që i 100 vjetë, ka më njoft edhe kisha të Kosovës. Se jem të gutë. Unë nuk e kisha dëgjuar këtë video, po të ashti që po e dëgjoj, mua nuk më shqetëson fare, do më thëmë, po besoj që edhe patriarku në Serbis nuk është se unë e shqetësoj kaq shumë, ndoshta veprimtaria e kishës Kosovës mund të shqetësoj, por nuk besoj që Nikola Gjufka mund të shqetësoj një shtet të tërë. Megjithatë, unë mendoj që kjo çështja e kishës në Kosovë nuk ka zgjidhje tjetër, përveç se prona të shkoj tek i Zoti. Pajtohesh domethënë me Musa Smojlin, a? Po, pajtohem, prona duhet shkoj tek i Zoti, ne duhet i rimarim kisha dhe manastiret, se këtë nuk e them unë që Manastiri i Deçanit ka qenë shqiptar, e thot historia. Thashti ti nëse do të ta kundërshtosh këtë, shko kundërshto historian. Dhe gjëja tjetër që Kisha Ortodokse Autoqefale e Kosovës është një institucion fetar, ligjor. Dhe ne nuk mund të zaptojmë. Pra të shkojmë me forcë ose me dhunë ose me grumbull besimtarësh. Besimtarët janë dele të Perëndis, nuk janë uqër
të djallit që mund të hynë me dhunë ose Ja, me qef. Dakor. Por ne jemi simbas ligjit. Po. Dhe një gjë tjetër ndjes që Po problem, zgatë e sot më në tash në orë të rryma. Po. Ne se erdhëm tek sukseset e kishës, Po. në datën 20 prill